Radio Pendimi, edicioni i lajmeve. Përshëndetje të nderuar dëgjues, po takohemi në edicionin qendror të lajmeve në Radio Pendim të orës 16. Ndër të tjera në këtë edicion lajmesh do të ndëgjoni: Maqedonia me ndarje nuk ka përparim. Franca gati për operacion tokësor në Mali. Kontrata për pasaporta me austriakët mund të prishet. Ngulimimi i austriakëve për përfitime pa paguar dugane të VSH mund të jetë njëri ndër shkaktarët e prishjes së kontratës për prodhimin e pasaportave biometrike të kosovarëve. Përfaqësues të kompanisë OSD dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës i kanë dhënë afat njëri tjetrit deri të njëjtën në orën 11, pra sot, për të marrë vesh nëse do të vazhdojë kontratën e mëhershme apo do të pasojë ndryshime ajo në favor të prodhuesit. Autoritetet kosovare po insistojnë që kontrata të respektohet siç ishte nënshkruar, derisa austriakët duan që të mos paguajnë detyrime duganore. Shqipëri, 3.000 persona tentojnë të vetvriten në një vit. Problemet më madhore janë me alkoolin dhe drogat që zën mbi 60% të rasteve. Shifrat e vetvrasjeve në Shqipëri kanë arritur në nivele alarmante. Brenda një viti rreth 3.000 persona kanë tentuar të japin fund jetës. Toksikologjia është vendosur në QSUT që prej muajt mars. Gjatë këtij harku kohor janë paraqitur 6.500 deri më 7.000 raste. Kryesisht janë diagnoza me helmim akut ose mbi dozë. Problemet më madhore janë me alkoolin dhe drogat që zën mbi 60% të rasteve, shprehet Zini Sulaj, shefi qendrës së toksikologjisë. Mosha është përgjithsisht nën 18 vjeç deri në 80% të rasteve. Vdekshmëria për të referohesh totalisht të rasteve arrin deri më 6%. Mjeku gjithashtu pohon se duhet marrë masa për të mos lejuar tregtimin e pesticideve, pasi vdekshmëria nga pesticidet është shumë e lartë dhe shkon deri në 80%. Maqedonia me ndarje nuk ka përparim. Kryetari i Parlamentit Evropian Martin Schulz ka shprehur shqetësime lidhur me krizën politike dhe ndarjet e theksuara etnike në Maqedoni. Thirrja ime është për bashkëpunim midis të gjitha partive. Maqedonia nuk mund të ketë përparime në drejtim të Bashkimit Evropian në rast se partitë dhe bashkësitë etnike janë të ndara. Ne kemi nevojë për bashkëpunim dhe përsëris se Maqedonia në fillim ishte shembull, ndërsa tani shpresoj se ky vend të mos shndrohet në shqetësim, ka theksuar Schulz, i pyetur nga gazetarët në një konferencë të rregullt të tij në Strasburg. Dietarët musliman kërkojnë zgjidhje paqësore për Malin. Unioni i dietarëve të botës muslimane ka kërkuar nga Organizata e Bashkëpunimit Islamik dhe vendet afrikane për të bërë përpjekje serioze për t'i dhënë fund luftës në Mali dhe për të gjetur një zgjidhje paqësore. Një deklaratë me shkrim të lëshuar të mërkurën, Unioni i dietarëve musliman theksoi se Franca ka vepruar me nxitim me ndërhyrjen e saj ushtarake në Mali. Ne jemi shumë të shqetësuar me zhvillimet në Mali, theksoi një zyrtar i Unionit të dietarëve musliman. Franca ka vepruar me shumë guti me ndërhyrjen e saj ushtarake në Mali. Ndërhyrja ushtarake do të sjellë vdekje, dëme dhe migrim. Ndërhyrja ushtarake do t'i bëjë gjërat edhe më keq në Mali. Franca gati për operacion tokësor në Mali. Shefi i shtabit të përgjithshëm francez Edouard Guillot deklaroi se brenda disa orëve mund të bie në kontakt direkt me grupet armatosura që kanë shtënë në dorë më shumë se gjysmën e Malit. Sipas deklaratës së numrit 1 të shtatmadhurisë së Francës, operacioni tokësor i ushtarëve francez ka filluar në mesnatë, por ende nuk kanë pasur konfrontime. Diabali, qytet ky që ka edhe një bazë ushtarake të ushtrisë maliane, është bombarduar gjatë gjithë natës nga ajri. Meqenëse operacionet ajrore 5 ditore nuk arritën të parandalojnë avansimin e grupeve të armatosura drejt jugut të Malit, Parisi vendosi të trefishoj numrin e ushtarëve francez të dërguar në këtë vend, duke e quar atë në 2500. Kështu bëhet ditur se njësitet franceze dhe Emiratet e Bashkuara Arabe do të dërgoheshin në Mali. Parashikimi i motit.
Të nderuar dëgjues, sipas meteorologëve, koha në Prishtinë është 5 gradë Celsius, vranësira dhe diell. Në Tiranë 8 gradë Celsius, vranësira dhe shi, ndërsa Shkupi ka 3 gradë Celsius, vranësira dhe diell. Të nderuar dëgjues të Radio Pendimit, kjo ishte tëra përgatitur deri takimet tona të radhës. Mirëmbëjtje. Lider Medial, Radio Pendimi.